Zaid ibn Aslam tha hinëm te Abu Dujanët. Kur hinëm te Abu Dujanët, ta e pam se fytyra e tij shkëlqen, ndriçon. Dhe i thanë ja Abu Dujanët, cila është vepra që më shumë ti lakmon që Allahu Azza wa Jall me të fut në xhennet ti për shkak të saj? Në këtë çastin e vdekjes, cilat janë veprat që më shumë ti lakmon ti që Allahu Azza wa Jall me ti morë në konsiderat? Tha di punë. Që tu di punë në shqiptarët zori kene. E para, ta kur si jam morë me ata që s'ka të bëjë me mu. Kur si jam morë me atë që s'mka interesu. A ka të bëjë me ti? Jo. E pse këtë gajlën, këtë mahallës ja ba? Për ata prej mirësisë e Islamit ka thonë pejgamberi Allahut është mos mu morë me atë që s'ka të bëjë me ty. Ta çështjen, kur s'mka interesu për çështjen që s'ka të bëjë me mu. Një. Dhe dyta, kur se kam pas zili asni musliman. Kur ka pas një musliman, mu ka po qetë. Kur a ngrit një musliman, mu ka po qetë.